Në një prej fshatrave më piktoresk të jugut, Andon Poçi Gjirokastrës, u festua dita ndërkombëtare e vllahëve përmes festivalit Kënga Vllahe. Një ngjarje që solli në qendër të vëmendjes trashëgiminë kulturore dhe gjuhësore të komunitetit vlla, një pasuri e gjallë që sfidon harresën dhe kohën. Antarë të komunitetit vlla nga gjithë Shqipëria, nga Kavaja, Tirana, Korça, Dibra, Elbasani e Mëtej, bërritën në jug të vendit me veshjet e tyre tradicionale, këngët e trashëguara brez pas brezi dhe historitë e gjyshërve, që dikur nuk flisnin shqip, por ruanin me krenari, gjuhën dhe identitetin e tyre, përmes kostumeve dhe zakoneve të trashëguara ndër vite. Të emocionuar, grupe përfaqësuese ruajtën identitetin e tyre nëpërmjet këngëve dhe valleve tradicionale. Gjuha vllahe, një gjuhë me bazë latine, është sot e kërcënuar nga asimilimi dhe shumë e vështirë për të shkruar. Nuk duhet ta lëmë të humbas, u shprehën pjesëmarrësit duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së kësaj trashëgimie. Organizatorët dhe të ftuarit shprehen kënaqësinë që një ngjarje kaq domethënëse po zhvilloi pikërisht në këtë fshat. Në këtë festival, simbolikisht hapim ditën ndërkombëtare të vllahëve, një ditë që u vendos për herë të parë 120 vite më parë. Ndjejmë kënaqësi dhe lumturi për organizimin e saj. Të ardhurit nga të gjitha rrethet kujtojnë, vlehët kanë sjellë grupet e tyre tradicionale me këngët që janë thuajse 1000 vjeçare. Veshje dhe kulturë që flasin për lartësinë tonë, u shprehën organizatorët.